deri më tash kam qenë prezente në disa intervista, por kryesisht kam pas nderin me qenë duke folë për babin. E di dhe prandaj më vjen shumë mirë që sot do të mund të elaborojmë shumë segmente të tjera që të përbëjnë ty për gruan që je sot. Duke qenë se vjen edhe nga një punë ku pak a shumë edhe mund ta kuptoj. Pra ndajmë këto profesionet që nuk e kanë atë orarin fix, po themi, ose këto punën tetor që po vazhdimisht duhet jesh o përmes telefonit o fizikisht gjithmonë në krye detyrës, gati për të shkuar aty ku është nevoja. Je mësuar tashmë me këtë, të ka penguar ndonjë fazë tjetës ku do shta edhe në 3 natës ka ra telefoni? Jemi mësu, unë kom pas fatin e madhë që punoj me babin, edhe para se me qenë avokate, kom qenë pjesë e zyrës së avokatis, ku të bashku me kolegë që i kemi të mrekullueshëm, pa ta puna do të kishte qenë e pamundur. Mundohemi çdo ditë t'ju gjendemi pranë klientave, t'jemi aty për t'ju realizu gjitha kërkesat, për të qenë sa më eficient, edhe nuk mund të them se ka qenë shumë e vështirë, për shkak se kom pas prezencë, kom pas qasje, qysh para se me qenë edhe vetë avokate. Je mësuar me këto sfidat, po themi, ose edhe sakrificat që i kërkon si profesion. A ka në periudhë të vitit ku shkyqesh komplet me telefon edhe a jep atë kohën vetës edhe familjes, se secili e ka shumë të nevojshme? Jo, komplet jo. Komplet jo? Po, për shembull, periudhën e verës, se kemi pak që edhe gjykatat pushojnë, njëkohësisht edhe ne kemi një farë hapësirë kohore që mundemi me u largu fizikisht, por jo përmes telefonit ose përmes emailëve, për shkak se rasteve nuk ju dihet, mund t'jetë ndonjë urgjencë që kërkon domosdoshmërisht me qenë prezent, edhe qoftë në 3 natës, qoftë në 3 ditës, nuk pyesin a është fundjava, është ditë pushimi, duhemi t'jemi aty për ata për cilën e kemi jep zotimin që t'jemi. Normalisht, kur fëmijët ndjekin rrugën e prindërve, sepse të flasim për ty nuk mund të mos e përmendim, babajin sigurisht, një avokat i njohur për vendin edhe rajonin, zotrin Besnik Berisha. Po të rritesh në një frym të tillë, ka dhe fëmijë që nuk e ndjekin gjithmonë rrugën e prindërve. Në rastin tënd, përzgjedhja e profesionit, pra rruga e avokatisë, ka qenë qysh prej fillimit një rrugë që ti e ke pa që nuk e ka ishmangësh? Them të drejtën, jo. Dëshira e babit ka qenë që unë ndjeki studimet për mjekësi, edhe deri në përfundim të shkollës mesme ka qenë ajo edhe një dëshirë imja. Gjithmonë kam qenë e prirur për avokati, ka qenë dëshirë e ngulitur thellë që t'i dalë zot dikuj që nuk mund ta mbroj veten, edhe pa pas dëshirë për me ndjek studimet për drejtësi, por ka ndrru në fund të shkollës mesme, kam vendosë dhe kam bisedu me babin dhe kam pyet, madje më kujtohet si bised, e kam pyet atë vjen keq nëse unë nuk shkoj për mjekësi edhe ndjeki studimet për drejtësi, edhe më ka thonë që për të do ishte nder me nda një profesion të njëjtë me mu, me pas mundësi me mi bartë gjitha këshillat prej përvojës të tij që për mendimin tim, pa modesti, se në këtë pjesë nuk jam modeste heq, mendoj që është avokati më i mirë në gjitha treva shqiptare, por edhe më tej. Fatin, për këto këshilla që shumë kush do donte ta ketë afër, sigurisht në këtë degë të juridikut. Po mjekësia të lash shije të mirë të paktën? Nuk e kam tentu fare. Para se me vendos për provimin pranus, u drejtova ka studimet e juridikut edhe e lash komplet anash atë pjesën e mjekësisë. Arsyeja pse kam dash me shku me studiu mjekësinë ka qenë dëshirë e babit që ai me qenë vetë mjek, edhe prandaj kështu prej fëmirisë, çka dëshiron të bëhesh, përgjigjja ishte doktoresh. Po, që në fund dëshirët e tij që se ka arritur, ka dashur ta shoh tek ti, po s'besoj që i ka ra keq që s'është pishman hiç që sot jeni për krah njëri tjetrit edhe në aspektin e punës. Ka qenë kështu atmosfera gjithmonë, apo tash po i drejtohem babi me që po flasim për atë periudhën kur mund të kesh qenë shumë e vogël, edhe ka qenë gjithmonë atmosferë ku keni diskutuar për punën, pra kur ke bërë ti pyetje për ditë më shumë, apo ai ka dashur të ta ndaj këtë, edhe nuk është se ka folë shumë për punën me ty? Babi ka qenë gjithmonë i angazhuar te mase shumë, edhe
e ndjej vetën pak fajtore për shkak se ka qenë shtylla kryesore e familjes, qoftë financiare, qoftë shpirtërore, edhe nuk ka pas kohë të ndaj për veten. Kryesisht edhe në atë kohën kur e ka kalu me neve, ka pas ndonjë telefonat, ndonjë email që është dasht me kthy, edhe unë qysh në moshë të re, kom dasht me asistu me aq sa kam ditë, aq sa kam mund. Madje ka pas raste që gjendeshim deri në orë të para të mëngjesit duke përpilu, unë duke i ndihmu me transkriptim kryesisht, ai duke më diktu, në mënyrë që me qenë sa ma i saktë edhe me i ndihmu sa ma shumë që unë kam pas mundësi. Fakti që ka qenë shumë i fokusum në punë, për të qenë ai që është në krye të familjes, në gjitha aspekte, si që theti, e ka bërë që ai ta humbë në një moment të rëndësishëm, në një datë rëndësishme për ty, dhe që ti mbase kur ke qenë e vogël, s'ke ditë ta kuptosh se pse s'është aty për ty. Se kur je fëmijë, nuk di ti arsyetosh shumë mirë këto veprimet, pse po i bëjmë prindrit. E kuptaj, jo, them të drejtën, edhe sot dhe kësaj dite, unë kam ditëlindjen me 8 prill, 8 prill i mbetet datë e pa prekur për asnjë seancë, gjithmonë më është kushtu mu, pavarësisht gjitha angazhimeve që mund t'i ketë pas, gjithmonë ka qenë afër meje për çdo moment rëndësishëm, jo vetëm për ditëlindje. Po fsh një qenë, se me që jemi pak ditë prej 8 prillit. Je kështu tipi festave që ke qeft festat mëdhaja edhe të emocionohesh, pavarësisht kalimit të viteve? Po, besoj që jam ende një fëmijë i vogël brenda vetës, edhe hiq më pak se javën e kalume ishim duke diskutu me babin, gjithmonë ka qenë dëshire imja që gjithë familja më bukin se ma kanë harru ditëlindjen, edhe tani me pasu me një surpriz. Po, babi, kur e pata parashtru këtë si ide, pa të thënë, po ku me ta bot të surpriz, ti prej janarit fillon e kom ditëlindjen edhe kaq ditë e kaq muj, kështu që nuk është që bëj shumë festat mëdhaja, por kam dëshirë që antarët e familjes t'i kem afër nëse do ishte ndorën ti me çdo ditë, po sidomos në ditë të shënuara. Pra me shënu pa tjetër, këtu e pas kemi të përbashkë se edhe unë jam e prillit, e kam në fund javës, se më duket këtë numrimin mrapsht edhe unë prej janarit kom nisme, po jam bo kaq muj. Jemi me ofër, pra ndaj nështë. Për pos profesionit, nëse dalim të disa tipare tjera, virtyte tjera të karakterit tënë, qa ke marrë nga babi, shka nga nana? Nga babi, realisht e them me sinceritetin më të plot, për mu është idolli im, dhe me thonë si nga aspekti i karakterit, për besnikrin që e ka, për mënyrën se si mundohet t'i gjendet afër familjarëve, për jo vetëm familjarëve të ti, për çdo personi që i kërkon ndihmë. Unë edhe në pjesën e avokaturës, për shembull, ne njihemi si një ndër zyrët më të mëdha të avokaturës në Kosovë, ti të thosh dikujt se ne kemi shumë e shumë raste që i bëjmë pro bono, pa pagesë, për shkak të iniciativave të avokatit besnik, që dëshiron ju ndihmu edhe atyre që nuk kanë. Kjo është diçka që merr mësim për gjithë jetën, edhe të bën më ndjej gjithmonë modest, edhe me kujtu që çdo njeri është i barabartë pavarësisht standardit social apo financiar që mund ta ketë. Prej nanës, besoj që e ka marrë pjesën, jam shumë besnike, nuk bëj kompromis në disa prej tipareve të mia, në çdo aspekt të jetës, tradhtit nuk i du,